Miq Prizmës, sot majoranca Partia Socialiste, kryeministri Rama ose kryetari i Partisë Socialiste Rama, kryetari i Bashkisë Shkodrës Benet Beci ose drejtuesi politik i qarkut të Shkodrës i Partisë Socialiste dhe i majorancës Benet Beci, kishin takimin, po themi, jo thjesht përfundimtar, por sqarues dhe bashkëbisedues, jo vetëm me forcën politike, por drejtuar qytetit. Shkodrën e kanë quajtur gjithmonë laborator të politikës shqiptare. Në të vërtetë nuk ka qenë laborator i politikës shqiptare këto 34 vjet, po ka qenë një laborator kavjesh, eksperimente të shëmtuara, të kryera nga Sali Berisha dhe drejtuesit rufian politik të Partisë Demokratike, sigurisht jo të gjithë të Partisë Demokratike, sepse nuk mund ta them këtë, nuk i kanë dashur të gjithë të keqen Shkodrës. Por pjesa kryesore me në krye Sali Berishën kanë përdorur absolutisht si një laborator kavjesh, eksperimental, ku atëherë kur jepshin edhe bënin edhe ndonjë investim, e mbytnin. I vetmi moment kur kanë investuar në Bashkinë e Shkodrës është kur kanë pasur pushtetin nga 2005, 2006, 2007 deri në 2013, në cilët u bën disa rrugë dhe disa pedonale, dhe ato të shëmtuara, një pjesë e madhe e tyre, u mbollën disa pemë, por edhe më kujtohet se ka qenë edhe kryetar Lorenz Luka, por asgjë më tepër se sa kaq. Të gjithë gjërat e tjera në Shkodër janë bërë nga kjo majorancë që sot, nga Partia Socialiste dhe nga investimet e saj. Marrëzirrat janë projektet tona janë tipikisht fjalën e erë të thëna gjithmonë nga ky lloj mentaliteti folk bolshevik mashtrues Renacak, që vetëm punën nuk kanë si objekt e subjekt të tyre. Vjen në Shkodër Edi Rama dhe ke kinema Millennium, bën takimin e tij dhe hapin e bën sigurisht Benet Beci. Është njeriu i cili pranoi të projektohesh në atë që do të ishte e nesërmja e Shkodrës. Asaj Shkodër të stërm prapa mbetur, pa investime, e çuar si rezultat i laboratorit famshëm eksperimental të Sali Berishës, me antikomunizmin më të shëmtuar që ka pasur ndonjëherë bota, me mbledhjen e një dore spionësh të sigurimit shtetit që i mante për fondelesh, për kokras Sali Berisha, që i përdorte për faqe të zezë, dhe që sigurisht e donte gjithmonë revolucionare Shkodrën, gjithmonë antikomuniste mbi bazën e një stër komunisti që Sali Berisha. Ky përdorim i Shkodrës shu e la pa investime, sepse sigurisht këta nuk mund të bashkëpunonin me komunistat, që sipas tyre ishte Partia Socialiste, kur këta kishin të vetmin komunist që sundonte dhe vazhdon të sundojë akoma një parti folk bolshevike si Partia Demokratike e Sali Berishës. Dhe Benet Beci këtë u shpjegoi, kështu e gjeta Shkodrën. Si lënesh, si periferi e mendimit, e kulturës edhe njëkohësisht e investimeve. Dhe tash janë hapur dhjetra kantiere të cilat nganjëherë dhe i harron njeriu. Edhe mirë po thoshte, projekti i saj është i jashtëzakonshëm, i stërmadh, dhe ky projekt nuk vjen pa qeverinë shqiptare, po sidomos bazohet ke ajo frym tjetër që jep Bashkia e Shkodrës. Ai projekt dhe projektim që nuk lejon më kthimin mbrapa. Nuk lejon më që Shkodra të bëhet pjesë e laboratorit eksperimental të atij antikomunizmit shëmtuar që e linte me barkun bosh mbasi kishte rënë komunizmi. Të antikomunistave që i kishin shërbyer komunistave në komunizëm dhe dilin antikomunista kur kishte rënë komunizmi. Tipikisht vegla dhe kavje në dorë të Sali Berishës. Këtë Shkodër mori në dorë Benet Beci. Dhe tani ka dhjetra kantiere të rrugëve të brendshme dhe në periferi, të rrugëve të Thethit, të rrugëve të Bregut Lumit, të rrugës Zogajt, të rrugës Velipoj Shëngjin, të rrugës Komanit, të projektit për trenin, të projektit për rrugën për Gjakov, për mjediset e brendshme, shtrimin e rrugëve brenda,
rregullimin e kolektorëve, hapjen e tyre, ndërtimeve pa leje që kishin ndarë mbi kolektor për të bllokuar Shkodrën, për ta kthyer në eksperiment që e mbytnin. E kanë mbytur 4 herë. Të vendosit dritave të pastrimit të saj, të rregullimit të saj, ndërtime pa leje të shumta që kishin zënë pjesët më të bukura të qytetit, edhe në tokë tyre. E sigurisht në administratën dhe mendimin e sigurisht kryetarit të bashkisë, me gjithë stërmundimin, lodhet e jashtëzakonshme, duke mos hequr njerëz nga puna siç i kishin zakon e këta, po duke punuar me ata demokratë, të cilët sigurisht po të punonin, do shitë pjesë, sigurisht do të ishte pjesë e projektimit Shkodrës në të ardhmen një Shkodrë ndryshe, jo Shkodrës laborator kavjesh. Kjo ishte Shkodra e Benet Becit. Shkodra që nuk lejon më kthimin në bas. Nuk lejon më kthimin në marrëzinë e jashtëzakonshme të përdorimit të saj politikisht, në mënyrë të shëmtuar, të ngritjes së institucioneve, trashëgimisë institucionale nga gjyshi deri ke nipi, vetëm për politikë, kurrë për punë. Në fjalët e Benet Becit u duk qartë kjo. E sigurisht ngarkesa për një njeri tillë ka qenë e jashtëzakonshme, por është fat që e kemi njeri tillë që ndryshon Shkodrën. Sigurisht që duhen shkuar, do të shkojnë falënderimet për një person të tillë i cili ka tjetër mendim edhe tjetër qasje për zhvillimin e Shkodrës. Mund ta sulmojnë nga të katër anët, mund të thonë ky është kështu e ky është ashtu, po sigurisht që ati që punon do ta sulmojnë sepse ndryshimi vetëm idiotët nuk e dallojnë. Ndërsa njerëzit që nuk para merren fort me Facebook e din, me ditën 11, me datën 11 maje, shkojnë ata vendosin. Nuk vendosin 1000 facebookista ose 500 facebookista ose 100 facebookista që nuk janë rehat as me natyrën e tyre njerëzore, jo mot janë rehat me investimet që ka Shkodra sot. Edi Rama sqaroi se kush është projekti i nesër. Dhe dëshirën për ta projektuar dhe Shkodrën në projektin e madh. Ai ka projektet e veta dhe sigurisht me ato projekte duhet marrë pjesë edhe Shkodra. Shkodra është keq përdorur dhe një pjesë të fajit, këtë e them pa pikën e frikës edhe pudorit, e ka dhe Partia Socialiste e dikushme e Shkodrës. Sot ajo po regjinerohet edhe me Benet Becin, po merr një trajt ndryshe, një trajt e cila e afron shumë më tepër me qytetarin shkodran, e bën më të pranueshme me qytetarin shkodran, që nuk largohet nga trashëgimia e majt, por ama merr vrullin qënësinë e një liberal demokracie dhe një koncepti i cili fillon nga e kuqja e përfundon ke bluja e thellë, e cila sigurisht do të çojë përpara forca politike dhe forca gjeneruese të punës. Me këtë lloj niveli, me këtë lloj sistemi, si bashkia, qarku i madh i Shkodrës, po sidomos Shkodra vet, turizmi elitar i saj, mrekullia turistike e Shkodrës, përbën edhe zhvillimin. Përbën edhe atë zhvillimi i cili sigurisht vjen me anë të njerëzve me vullnet të mirë. Dhe për këtë duhet me i thanë, dhe faleminderit atyre që mundohen ta bëjnë. Mjafton që mos të vi më, mos të duket më ai element obskurantist, i tmerrshëm, i turpshëm i Shkodrës deri në vitin 2023. Në përdorimin e saj si kavje, laboratori eksperimental politik, ideologjik, folk politik të komunistave të mbetur, sekretar partie dhe që përfaqësoheshin edhe nga spiujnë të sigurimit shtetit, edhe nga njerëz të rëndomt, mediokër, ignorant, të cilët u përdorën për faqe të zezë duke e shpallur veten antikomunist atëherë kur komunizmi kishte rënë. Dakord miqtë e mi, kjo Shkodër e projektuar, kjo Shkodër e sotme nuk mund të bëj asgjë tjetër përveç se të shkojë përpara. Shkodra nuk mund të kthehet pas në kujtimet e të kaluarës mediokre, idiote të një laboratori kavjesh në përdorimin politik. Shkodra do të vazhdojë përpara në ritmin më të mirë, më të bukur të mundshëm të zhvillimit të saj. Ajo nuk ka shanse më që të kthehet pas. Asnjë lloj shansi nuk ka që Shkodra të kthehet në ditët e zymta të përdorimit politik të saj. Dakord miqtë e mi?